Brenda pak orësh, 2 apartamente në qytetin e Vlorës janë përfshirë nga flakët duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale, por fatmirësisht pa persona të lënduar. Rreth orës 01 të ditës së sotme, një apartament në katin e 8 të një pallati në lagjen Pavarësia, pranë ish kombinatit të peshkut, është përfshirë nga zjarri. Sipas shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit, banesa ishte dhënë me qira dhe banohej nga një çift rus. Menjëherë pas njoftimit, forcat zjarfikse kanë ndërhyrë për shuarjen e flakëve dhe për të parandaluar përhapjen e tyre në apartamentet e tjera të pallatit. Operacioni zgjati disa orë dhe u vështirësua nga lartësia e katit ku ndodhej apartamenti, si dhe nga rreziku i përhapjes së zjarrit në banesat përreth. Falë ndërhyrjes së zjarfikësve, situata u vu në kontroll, ndërsa nga zjarri u dëmtuan mobilje dhe pajisje të tjera të banesës. Ndërkohë, po mëngjesin e sotëm, një tjetër apartament është përfshirë nga flakët në zonën e Lungomares. Zjarri ra në katin e 9 të një pallati në një banesë në pronësi të shtetasit italian Davide Dondi. Në momentin e rënies së zjarrit nuk ndodhej asnjë person në apartament. Si pasojë e flakëve, banesa pësoi dëme të konsiderueshme materiale. Në vend ngjarje ndërhyn 3 mjete të shërbimit zjarfikës, të cilat bën të mundur vënien në kontroll dhe shuarjen e zjarrit. Për të dyja rastet, grupet hetimore po punojnë për përcaktimin e shkaqeve dhe zbardhjen e plotë të rrethanave.